Po e fotën se regjia e nxjerrë gjithë pasire, kjo është foto. Po e kam parë. Nuk e kuptoj, domethënë, kush është qëllimi? Kush është qëllimi? Kush është qëllimi? Domethënë, e Ramis Pivia nuk e di kush është qëllimi. Atëre pse nuk i themi dhe ushtrisë i Hitlerit të bëjë një parakalim, nazistët, SS-ët. Pse s'bëjnë dhe ata një parakalim? Po, pse? Pse s'bëjnë edhe tigrat e bardhë një parakalim? Ka do një rëndësi historia për ne dhe gjaku i martirëve? Ka do një rëndësi për ne? Apo pas një kohë, do më thonë njëjtë do të veprojmë edhe me Mireki, edhe me Sërbët. Po kështu i bie. Do më thënë, ne o do mësojmë nga historia, o do jemi detyruar të përsërisim. Pa fund të përsërisim dërsa të vëmend, dërsa të mësojmë. E vërtet, shumë e vërtetë. Kështu është. Dhe ne, siç po tregojnë ngjarjet, ne nuk duam të vëmend. Lert, a keni pas në ajo ofertë prej partive politike këtu në Kosovë me që zgjedhjet janë shpesh tash? Ofertë nuk mund të. Jo, ofertë nuk mund të quaj se ofertat janë ato që bëjnë supermarketet me uljet. Po kërkesë. Po herën e fundit zyrtarisht që kam qenë në Prishtinë me teatrin kombëtar për të marrë pjesë tek Festivali Mbar Kombëtar i Teatrove Mojsiu. Kam patur, do më thënë, më janë afruar njerëz të cilët duke parë në gjithë veprimtarin time, që ka të bëjë me shqiptarin, më kanë thënë në qoftë se t'intereson, mund të kandidosh në rrjedhën e ngjarjeve të vendimarrjes politike në Kosovë. U jam përgjigjur dhe u kam thënë, shikoni, me gjithë dëshirën time të madhe, Cilës partia guzojna me po? Po, guzo. U kam thënë, ka një detaj. Unë nuk e kam në shtetësinë e Kosovës. Pa çka se ti e di marshimin tim me flamurin shqiptar pro Kosovës, ku filloi lufta në Athinë, me rrezik koke, po ende nuk e kam në shtetësinë e Kosovës. U është dhënë shumë personaliteteve që kanë bërë diçka në mënyrë honorifike, unë nuk e kam ende në shtetësinë e Kosovës. Nëse do e kisha në shtetësinë e Kosovës, po do më intereson të jashtëzakonisht. Me u fut politikës. Do më intereson të jashtëzakonisht për këtë popull që nuk e di, po unë heroj më të mëdhenj nuk ka njohur historia. Sinqerisht. Shiko, po të bëj një paralelizëm. Hyrën britanikët në Irlandë. Irlandezët kishin gjuhën e tyre. Pas 200 vjetësh, 200, unë s'po them 500, 200 vjetësh, gjuhë e Irlandës nuk ekziston më. 3/4 Irlandës është në sundimin britanik. Me gjithë përpjekjet e tyre. Ne mbajtëm gjuhën, Dardanët mbajtën gjuhën, mbajtën flamurin, ke një Ibrahim Rugova që tha nuk e ik shallin derisa të fitoj pavarësinë. Kosova, Dardania. Pra, kur na krahason, ti thua, një sekondë vëlla, se këtu kemi një popull që vjen nga bjeshkët, një popull hero, një popull që vetë flijohet. Ton, sa bi kanë varosur këto nëna, dhe i kanë qarë, sa bi e bia, falë. Edhe prap, aty, duke mbajt flamurin, ku i ke irlandezët? E vetë një arritje irlandezëve është që sëndojnë Hollywoodin. Po, dakord. Kanë aktorë shumë të njohur. Po ku e ke gjuhën e tyre? Nuk ekziston më. Nuk ekziston, po, e vërtetë. Dhe me gjithë ata thonë që jo, we are not British, we are Irish. Pra, nuk jemi britanik, jemi irlandez. Po ku e ke gjuhën? Kurse ne flasim këtë gjuhë. Ato që kemi pas edhe më herët. Po. Ato që kemi pas që nga Zeusi Pellazgi, Dodonës. Është e njëjta gjuhë. Orakujt e Dodonës. Po. Që e përmend Homeri. Akili, kur shkon dhe para se të niset për në Troj, lutet tek Zeusi Pellazgjik i Dodonës. Bileftitë që aty te moli të muret ka pas mundësi me qenë ata tempulli jashtë antikitetit i Dodonës. Po, sepse, shiko, në Via Aurorja, dukshëm fare, nga tempulli i Dodonës ti shef majën e Tomorit.